Përshëndetje. Shumë nga klientët e mi janë antar të familjeve toksike ku i nënshtrojnë abuzimit emocional. Shpesh ky abuzim ka vazhduar për vite me radhë, i fshehur brenda familjes narciste dhe i lejuar të kalojë nën radarin pasi shpërndahet nën maskën e gaslightit, që themi ne, manipulimit psikologjik, që të bën të dyshosh për mendimet e tua. Shumë njerëz zgjedhin të qëndrojnë në kontakt me antarët e familjes së tyre, sado e vështirë të jetë kjo, dhe kjo është krejtësisht e kuptueshme. Veçanërisht kur është i përfshirë një prind. Fëmia i rritur mund të ndjejë dashuri ndaj tij, pavarësisht se sa e keqe është sjellja e tij. Viktimat e abuzimit emocional familjar gjithashtu shpesh kanë një ndjenjë të dobët, të vetvetes, dhe mund të vazhdojnë të ndjejnë faj se janë të gabuar, se mënyra se si janë trajtuar është disi dhe faj tyre, se meritojnë trajtim abuziv, se nuk mund të shohin një rrugdalje. Ndërprerja e marrëdhënie me familjen tuaj shihet gjithashtu si një tabu. Njerëzit që e bëjnë këtë shpesh etiketohen si të këqij ose egoist dhe për shumë të huaj, ata që rrinë rrotull dhe vështrojnë, abuzimi emocional është aq i fshehur brenda familjes sa që miqtë dhe marrëdhëniet e tjera thjesht nuk do të mund të kuptojnë pse do t'ju duhet të distancoheni në këtë mënyrë. Pra, është shumë e drejtë të ndash veten nga këta njerëz toksik. Po përse? E para, kur trajtimi i familjes suaj po ju ndikon rënd. Unë kur nuk kam takuar dikë që merr një vendim për të shkëputur nga familja e tij ose nga antarët e caktuar të familjes në mënyrë krejt të lehtë. Ky është një vendim që të thyen zemrën dhe shumica e njerëzve vazhdojnë në këtë marrëdhënie pavarësisht nga dhimbja që ajo u shkakton. Ju keni të drejtë të bëni një jetë të lumtur dhe të distancoheni nga njerëzit pavarësisht se kush janë ata, të cilët veprojnë në mënyrë abuzive ndaj jush. Nëse familja juaj toksike vazhdon të mos ju respektojë, t'ju injorojë, të injorojë kufijt tuaj dhe t'ju manipulojë psikologjikisht, ju keni çdo të drejtë të ndërprisni lidhjet. Ju në fakt keni të drejtë ta bëni këtë në çdo kohë. Por shumë njerëz presin derisa të kalojnë atë ndikimin e plot të qëndrimit në këto marrëdhënie. E dyta, kur nuk ka asgjë pozitive për të fituar nga kjo marrëdhënie. Disa njerëz vendosin të qëndrojnë në kontakt me familjen e tyre sepse ka disa gjëra pozitive për të fituar. Ju mund të qëndroni në kontakt me vëllezërit e motrat për shembull, sepse jeni të përfshirë në kujdesin e një prindi. Ju mund të mendoni se fitoni diçka nga mbështetja e tyre emocionale dhe në situata të vështira. Kur mendonin nëse do t'i shkurtoni plotësisht lidhjet ose jo, duhet të peshoni se çfarë do të fitoni dhe çfarë do të humbisni. Nëse mendoni se nuk ka asgjë pozitive në marrëdhënien tuaj, atëherë mund të jetë koha të mendoni për ndërprerjen e lidhjeve tuaja. E treta, kur bëheni të vetëdijshëm se jeni abuzuar. Lloji abuzimit që ndodh brenda familjes është shpesh shumë delikat. Sjellja jashtëzakonisht agresive e vëllait tuaj për shkak. Kur ai ju kryqëzon, konsiderohet si një rregull sepse ashtu është ai. Apo kur abuzimi që ka ndodhur në fëmijëri, kur babai juaj ju ka goditur apo ju godiste. Mamaja juaj thotë, të gjithë ishin të tillë atëherë. Dhe le të mos flasim për këtë, babai juaj ka bërë gjithçka për ju tani. Lere. Nëse je rritur në një familje të tillë, është e vështirë të kuptosh që je abuzuar. Shpesh njerëzit kanë mbushur të 40 ose të 50 para se të kuptojnë se trajtimi i tyre ishte i papranueshëm. Kur e kuptoni këtë, dhe veçanërisht nëse jeni të mërzitur dhe përpiqeni të përballeni me një dhunues, mund të jetë koha që ju të distancoheni. E katërta, kur kuptoni se familja nuk është një institucion i shenjtë. Një nga arsyet pse ndërprerja e lidhjeve me familjen tuaj është një tabu e tillë, është sepse familja konsiderohet një institucion i shenjtë nga shumë njerëz. Por shumë është, sigurisht. Familja shihet si një shtre e sigurt, një vend dashurie dhe mbështetje dhe një blok qendror ndërtimi për institucionet e mëdha kulturore. Kur kuptoni përvojat tuaja
dhe kuptoni se familja juaj e veçantë nuk është një vend i sigurt të mbështetës, mund të jetë koha për të larguar. E di shumë mirë që këto që po them do të kundërshtohen nga disa dhe nuk do të pëlqejnë, madje edhe mund të më shajnë. Unë po flas për rastet problematike që kam njohur vetë. Ju flisni për rastet tuaja dhe unë nuk ju kundërshtoj. Jeni të lirë të mendoni si të doni. E pesta, kur deklaroni rastin tuaj dhe nuk dëgjohet. Ballafaqimi me tipat narcist brenda familjes dhe njerëzit që kanë vepruar në mënyrë abuzive kërkon shumë guxim. Nuk ka asgjë për të thënë se duhet të përballen me këta njerëz, veçanërisht nëse reagimi i tyre ndaj jush ka të ngjarë të jetë ekstrem. Megjithatë, nëse ju zgjidhni dhe ata ju përgjigjen duke ju thënë se po shpikni gjëra, se jeni i çuditshëm apo e çuditshme, ose ata bëhen agresiv ndaj jush, ndoshta është koha për të larguar. Këta njerëz nuk do të shohin kurrë vështrimin tuaj ose nuk do të pranojnë ndonjë nga mangësitë e tyre. Kushdo që mendon se distancimi nga familja e tij është i lehtë, e ka gabim. Gjë që shpjegon pjesërisht pse ne qëndrojmë në këto marrëdhënie kur nëse një mik do të vepronte në atë mënyrë, do të largoheshim shpejt nga njerëzit e tjerë abuziv. Nëse zgjidhni të ndërprisni lidhjet, mund të prisni që të ndiheni fajtor. Mos harroni se ju jeni nënshtruar prej vitesh ndaj këtij komunikimi familjar, nga se ata kishin të drejtë dhe kishte diçka që nuk shkonte me ty. Për shkak të tabus dhe ndërprerjes së lidhjeve me familjen tuaj, ju gjithashtu mund të prisni të ndiheni fajtor sepse ajo që keni bërë shihet si e gabuar dhe ekstreme. Me siguri, njerëzit do t'ju thonë, është më mirë të vazhdoni me të. Ke vetëm një familje. Dhe nëse ajo nuk është perfekte, ti aty do të rish. Dhe gjithashtu, do të ndiheni të trishtuar. Kur i ndërprisni lidhjet në këtë mënyrë, do të hidhroheni për familjen që keni humbur. Trishtimi, pikëllimi dhe faji shoqërohen. Megjithatë, shpesh nga një ndjenjë lehtësimi, me një çudi se si mundet të jetë jeta kur nuk jeni më i kapur në rrjetën e merrimangës të një familje toksike. Mund të duhet pak kohë për të gjetur këmbët tuaja dhe për të ditur se si të merreni me këtë liri të re, por me kalimin e kohës do të mësoni se si të jetoni këtë jetë të re. Nëse keni nevojë për ndihmë për ndonjë nga këto çështje, ju lutemi kërkoni mbështetje që ju nevojitet. Unë dhe kolegët e mi jemi për herë të gatshëm t'u ndihmojmë. Miq, këtë do të thosha në këtë video, ju falenderoj për vëmendjen. Nëse doni mund të bëni dhe komentet tuaja, por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe për të marrë videot e reja që unë hedh në kanalin tim. Dhe deri në videon tjetër, miru takofshi.